Pra qytetarët mesatarisht i kanë zgjedhë 6 vota preferenciale. Kur ka një numër të votave të mbetuna pa plotsu, ka pas raste cilat janë shtu. Kosovë, prej 5 votave preferenciale sa kemi pas deri në vitin 2023, tashmë është përcaktuar që mundemi deri në 10. Po ajo që është interesante është që deri tash me totalin e votave të numëruar dhe trinumëruar, mesatarja në nivel vendi është vetë 6. Pra qytetarët mesatarisht i kanë zgjedhë 6 vota preferenciale. Në rastin e Prizrenit, për shembull, një herë ka qenë 7 kur i kanë numëruar në qendër komunale, tash pas rinumërimit ka rënë në 6 dhe kjo është indikacion që kur ka një numër të votave të mbetuna pa plotsu, për shkak se aty komisionerët e shohin sa e kanë plotsu, për shembull 5 prej 10-ve, ka pas raste të cilat janë shtu, sepse edhe numrat e tregojnë. A ka mënyrë me detektu shtimin? Po, për shkak se e mira që këta nuk kanë prek në flet votime, pra shumica dërmuese e manipulimeve del që ka ndodhur në sistem. Pra ta zëm në rastin e Prizrenit, janë shtu në qendër komunale 41.000 vota kandidatëve, e janë heq 27.000. Që i bjen ja 13.000 vota tjera, janë shtu për shkak se qytetarët nuk i kanë plotsu gjitha votat preferenciale. Eugen, përkujtona, pse u bo vota e deputetit prej 15 lista? Pse, çka ishte argumenti? Ka pas 2 linja, pra të përkrahura nga partitë. E para ka qenë e mundson garën e brendshme dhe ik blloqeve prej 5 kandidatëve që i kanë shtyr deg të caktuar. Edhe tjetra është argumenti në atë kohë ka qenë që ka një lloj incentive për kandidatë e ri, me qenë se kur ka qenë 5 si kandidat i ri ka qenë shtir me deportim. Unë në fakt shoqëria civile çfarë çasi ka pas, sepse pjesë e reformës edhe këshilla ka dhënë edhe shoqëria. Çësia jon ka qenë duhet me shku drejt parimit një kandidat një vot mesatarisht ose në versionin tjetër për shkak të kuotës gjinore maksimalisht 3 kandidat. Në mënyrë që me urujt edhe ideja e kuotës gjinore dhe mos me pas. Ju keni dashur me zvoglu, jo 10. Absolutisht, për shkak se nuk Se në radhë parë përvoja tregon që edhe me 10 kandidat mas shumë të votohen 6 në nivel Kosove. Kur ka qenë me 5 ka qenë 4. Pra përvoja ka lëzën që tash ti tash pedin, nuk e në fillim. Edhe në shkurt ka qenë, se në vitin 2007 na kemi pas me 10 kandidat. Kur ndru ligji, a e keni ditë? Po, për shkak se në vitin 2007 ka qenë me vot preferenciale me 10 kandidat. Ka qenë në vitin 2007. Atëherë ka qenë 5.7 edhe me ullë se sot tash, po që partit nuk e kanë përkrahur rekomandimin ton,